Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin GP 38 vjeç banues në fshatin Kaq, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Arrestuan gjithashtu shtetasin FQ banues në Vallën e Dejos, pasi u kap duke drejtuar pa leje drejtimi edhe në gjendje të dehur një motomjet pa targ. Arrestuan shtetasin GH 34 vjeç pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin BP banues në fshatin Mali Ushit, pasi duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi dhe në gjendje të dehur ka humbur kontrollin dhe për pasojë është rrëzuar. Ai po merr mjekime në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin MQ 71 vjeç banues në fshatin Dragoç, pasi u kap duke drejtuar pa leje drejtimi një motomjet pa targ. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin NS 51 vjeç banues në fshatin Stajk, pasi duke drejtuar pa leje drejtimi edhe në gjendje të dehur një motomjet pa targ është rrëzuar dhe për pasojë është dëmtuar. Ai po merr mjekime në spitalin e traumës. Referuan materiale në prokurori pasi dje në lagjen Liria shtetasi MF 49 vjeç duke drejtuar një motomjet pa targ ka humbur kontrollin dhe është përplasur me bordurën anësore të rrugës. Ai po merr mjekim në spitalin rajonal Shkodër dhe është jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materiale në prokurori dhe kanë shpallur në kërkim shtetasin KA 33 vjeç banues në Shkodër pasi dyshohet se ka vjedhur në lagjen Docmazi motomjetin në të shtetases AS. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malsi e Madhe referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin NM 41 vjeç banues në fshatin Brigje Hot, pasi për motive të dobta ka thyer xhamat e një objekti në posedim nga shtetasi DD 38 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë PUK referuan materiale në prokurori pasi shtetasi DJ 75 vjeç banues në fshatin Mesul ka kallëzuar se është mbifaturuar nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.